Mi mbrëma të dashur shqiptar, kudo që ndodheni, si zhonat edhe sot, përsëri kishe njerëz minutat e fundit. Dashur shqiptar, tirania ka kohë, o sidomos këto javët e fundit, në tiranin zjen në për kafenet, në për shtëpi, në për rrugë, njerëzit u ka vajtur atje ku s'mban më, njerëzit janë grabitur shqiptarët, pasurit e tyre pronarët real janë grabitur, jo sot, po ka 82 vjetë. Të dashur shqiptar, 46 vjetë me regjimin komunist, sërb, bolshevik, dhe 35 vjetë me hajdutët, me shqipfolësit, me gazetarët, me avokatët, me gjyqtarët, si kanë vjedhur për 35 vjetë. Janë bashkë këta të dashur. Por erdhi koha e fundit që t'i shohin shqiptarë se çfarë kanë parë për 35 vjetë. Unë shoh në foto këtu kryetar e KQZ-s. Po para se të flas me këtë të dashur shqiptar, unë u kam thënë që nuk ka zgjedhje, nuk ishte zgjedhje për deputet, po kishte, domethënë, emërime. Të dashur shqiptar, ju e dini më mirë se mua. Ka 82 vjetë me emërime. Ka 82 vjetë që marrën çobenët nga rruga, marrën më të paaftit dhe i bëjnë ministrë. 35 vjetë me lumin. I kanë marrë nga rruga, i kanë marrë nga mbërgimi, nga Greqia, duke pastruar rrugët, duke mbjell ullin, duke vjelur ullin, edhe sot bëjnë ministra. Kjo fatkesi dashur shqiptar e ka nga ana më tepër sepse ju keni qëndruar gjithmonë në gjumë. U kanë gënjur. Kujt i ka dhënë $10, kujt i ka dhënë një thes me miell që për 5-6 ditë s'ka patur më. Janë tallur me ju dashur shqiptar. Aman, erdhi koha që 75% të popullatës të shqiptarëve të gëzojnë të drejtën, të gëzojnë lirimin, të gëzojnë atë shpresën që kanë pritur për 82 vjetë. Erdhi. Të dalë në KQZ, dashur shqiptar, kjo fytyrë që shihni ju këtu, me këtë mjekër, ky nga rrugët është bërë jurist, është bërë kryetari i KQZ-s, njëherë me PD-n, njëherë me PS-n, domethënë nga shkonte parat. Ky, i them zotni, nuk e meriton, po ky, me fytyrën njeriu, dushe 4 vjetë për para të arrestoshe. Jo sot, që më parë. Ky person, akoma se ka vullosur për zgjedhjet e 11, datës 11 që u bën për deputet, akoma s'ka marrë urdhër nga Evropa, se gjoja, Evropa i paguan këta. Makinerit, shpenzimet e këtyre, akoma s'është vullosur. Ky e tha me gojë dashur shqiptar që po, u zgjotë deputet, i tha dhe emrat, do me thënë të gjithë të emruar. Para ca ditëve, po ky zotnia, i thot publikut shqiptar, nga zyra e tij e mdafsht, i thot që keni zgjedhje më datën 9, janë zgjedhje për Tiranën, për Vlorën, Beratin, për 6 qytete. Pa pikë turpi, dhe thot jam jurist, dhe thot unë jam i KQZ-s, kaq vjetë. Mor ka qenë mirë, po çfarë s'ka qenë ky njeri? Ky e dinte ligjet. Ky e dinte ligjet se për herë të parë qeveria apo Bashkia e Tiranës votovi kundra ligjit. Sepse çdo person duhet të jetë
dhe thot për çfarë arsye nuk është paraqitur për 3 muaj. Velia ishte burg. E lemi janat. Urdhër, ngritën kartonat e kuq të 2 palët që shumë shqiptare e dini që të dyja partit janë veç e veç, po janë bashkë. I ngritën kartonat, e shkarkuani kryetare bashkisë, lajmëruan që i keni vënë emrin ai gjati, Edi Rama, kryeministri, e firmosi e shkarkovi. Vete, sepse presidenca dhe kryeministri janë afër njëri tjetrit, po vajti me makinë, edhe presidenti i Shqipërisë, i Uaj, jo Timi, vajti dhe priste në shkalla. Do më thëmë, presidenti i kushtetutës, i mbrojtjes së kushtetutës, priste kryeministrin matan shkallëve. Hynë brenda, e firmosi të nesmen dhe tha me datën 9 nëntor bën zgjedhje. Unë kam thënë që atë ditë dashur shqiptar, ai nuk është president, ai nga kapter, e bën gjeneral, nga gjeneral s'ka lënë pa vjedhur në Bregdet. Qa s'ka vjedhur? E emruan president, është kukull, pra e firmosi dhe tha me datën 9 ka zgjedhje. Ahere, gjykata e kushtetutës e tha pardije, sepse nuk mund të lëvisin dot, të gjithë gjyqtarët të dashur shqiptar, në gjithë Shqipërinë, nuk flen dot gjumë, sepse e dinë se ka erdhur fundi i këtyre që u kanë coptuar. Ahere, gjykata e kushtetutës e anullovi zgjedhjen për Tiranën. Ahere doli zotnia sot dhe tha, po, nuk ka zgjedhje për Tiranë. Po mirë më, kryetari i KQZ-s, ti je jurist. Si mund të gabosh? Ti duhet të shkarkohesh urgjent, jo të shkosh në shtëpi, po të shkosh drejt në burgun e ti thuash mirë mëngjes Ilir Metës. Pra të dashur shqiptar nuk ka zgjedhje, por ka arestime dhe unë do t'u leju që ju të bëni gjyqin popullor. Ka arritur koha dashur shqiptar. Ka arritur koha se u kanë coptuar. Le pasurit që u kanë marrë, po tallen me ju. Tallen me ju. Kalojnë me makinat zeza, fëmijët e tyre marrën $50, $100, fshin djersët. Këtu ka arritur gjendja. Pra, unë shoh Velien e thot sërish kryetari bashkisë. Si pas ligjit, a ishtë në burg, si pas ligjit, a i mund të zëvendësoj një njëri tjetër. A i nuk do dalin nga burgu, po si pas ligjit, deri më datën 31, ata gjyqtarët e kushtetutës, dhe sidomos ata, janë 5-6 nga ata gjyqtarë që kanë qenë managerët e Aleksit të Sorrës, të plakut Sorrë, i njoh mirë të gjithë. Unë do them atyre gjyqtarëve, keni kujdes. Keni kujdes, mos lëvizni nga viza e kushtetutës. Jini në këqyrje të gjithë. Të gjithë i kemi syt ke gjyqtarët sot. Keni kujdes, si pas ligjit, ju duhet të mlidheni përsëri dhe të dënoni kryetarin tuaj, që është kapteri, Baljami. Ta dënoni sepse kur ulen në tavolinë për çdo gjë, Baljami ulet në krye të tavolinës. Ai e theu kushtetutën. A here gjykata duhet ta gjej kush e detyrovi atë, cili shërbimi huaj e detyrovi për të turpruar dhe për të ulur atë kushtetut që ata kanë bërë me 7.501 edhe shumë gjëra të tjera që janë dënuar shqiptarët dhe nuk janë arrestuar hajdutët e milionerët. Pra, Velia, me si pas ligjit pra kushtetutës të tyre, Velia qëndron derisa të vejë atje në dera
dhe ai mund ta zvendësoj me një tjetër dhe do bëhen zgjedhje. Të dashur shqiptar, nuk ka më zgjedhje. S'ka më emrimet e këtyre që ka 55 vjet e 42 vjet me regjimin komunist, bolshevik, 82 vjet që vuan Shqipëria. Po ne qeverin teknike e kemi bërë. Ne jemi palca e Shqipërisë. Intelektualit që kanë erdhur këtu, kanë erdhur nga gjithë bota që janë emigrantë. Ata do të jenë shërbëtorët tuaj të dashur shqiptarë. Ata do të shërbejnë ju. E tërë qeveria me president do ketë vetëm 13 ministra. Ka që shpuna. Dhe çdo qytet të dashur shqiptar do ketë ligje me vete. Do t'i mbaj taksa, 3 taksa keni. 6% çdo gjë që shisni, 4% sa është vlerë e shtëpisë në vit. Kur i paguani vlerën e shtëpisë, ato i keni mbeturinat, shkolla, çdo gjë, ujë, njëherë paguhet. Jo si që bëjnë këta dashur shqiptar 20%, 30%, 17%, sa të dojë qefi atyre. Dhe nafta nuk do t'jetë bajeni mend, nuk do t'jetë më tepër se 40 cenca për litër. Sepse është nafta e juaj, e Shqipërisë. Pra, unë shoh një foto tjetër. Të dashur shqiptar, Erion Velia i ka thënë që të gjitha. Qa është bërë me 5D, që thonë aty. Velia i ka treguar dashur shqiptar çdo gjë. Dhe të fundit ka 3 ditë që i denoncovi, tregovi ta madh realen, se s'kishte rrugë tjetër. E kuptovi Ilia, kryetari i bashkisë Velia, që ishte gabim. E kuptovi që e mashtruan, djali i ri e bën milioner sa arriti familje e tia, blinte kostumet me mira e me mira dollar. Ju erë syt, por aman, erdi koha që tregovi të vërtet. A i ka treguar gjëra dashur bashkëdhetar shqiptar, edhe qumshin e nënës si e ka pirë. Ase prek njëri në burg, po ka metoda që të tregojnë, ashtu si do arrestojnë këta të tjerë, do të shojnë se si ish burgu. Pra dashur shqiptar, Velia e shëndoshe mirë, i ka dhenë tërë të dhenat, i ka dhenë çdo gjë prej Diramën, për zvendës kryeministren, për atë gjoja që do të që e caktovi Edi Rama, që e caktovi gjoja të beshë kryetare e bashkisë, ajo mund të arrestohet minuta. Pra dashur shqiptar, unë shoh një foto, sepse njerëzit dashur shqiptar na i dërgojnë. Nuk kemi rast tjetër vetëm të kthejmë përgjigje. Jam i detyruar të dashur shqiptar, kur shqiptarët më dërgojnë fotot që unë t'i sqaroj. Unë e shoh këtu që Berishën dhe kryetare e bashkisë të Tiranës. Berisha plas bombë. Plas bombë Berisha, Velia u thot ka 3 ditë që është liruar. Zoti Berisha, jeni mosh të pjekur. E një mirë politikën e Shqipërisë. E një mirë politikën e Evropës. Nuk e njëri pa shkollë. O Berisha. Po të them drejt për drejt e po çgoj në sy. Mos u merr me këto gjëra. Mos dil në televizor se e bër bajat. Po tallen i madh dhe i vogël. Unë ka patur respekt për ty gjithmonë. Po e kalove. Të dërgojnë njerëzit dhe tallen me ty. Të gjithë ata që ke rreth te, ata të ke bërë në këtë ditë, zoti Berisha. Ke djalin, ke vajzën, ke mbesa, ke nipra, ke farefisin.
Mos u merr me këta. Largohu dhe drejtohu vetë në burg. Se do arrestohesh, po më mirë drejtohu dhe thuaj realitetin. Shqiptarët t'i japën atë që ti meriton. Mos u merr me thashe themet se shton Mileti u lirua ky. Ai që në burg, ju që do hynë në burg, Berisha, ata deputet që i keti shehu, Noka, Ndoka, si i kanë emrat ata, Fatmir, që e ke mbajtur si o giq mbrapa, ata të vdesën në burg. Se e kanë dëmtuar kombin Berisha, të kanë ullur veten Berisha. Ishe ti që i ke ndihmuar, kanë hapur televizor në Amerikë, Chicago, kudo, i ndihmove, më në fund po tallen me ty çdo natë. Ata njerëz të kanë ndejur brapa. Largo Berisha, t'jap një këshill dhe këshilla ime është miqësore. Drejtohu drejt burgut, shko vetë, dorëzohu në biron kombëtare, thuaj të vërtetën. Thuaj të vërtetën. Shqiptarët dofta do kenë mëshirë për ty. Po mos u merr me thashe theme në televizorin syri. Janë thashe theme. Të dashur shqiptarë, unë shoh këtu Robert Papa, një mbrëma profesor, Berisha në syrin të vet, thotë se Rama e ka liruar nga burgu Vilin. Është e vërtet? Robert, nëse je ti në New York, e më dëgjon tani 100%, pavarësi se bashkë s'jemi takuar asnjëherë, Robert, të njoh mirë, e njoh mirë historinë tënde, jo sot, po e njoh historinë tënde që kur ishe djalë i ri, në zeri popullit, në televizor, që jipje bodrumet e qeveritarëve si unë e si dilin. Të njoh mirë në Amerikë, që ke vajtur më disa qytete. Të njoh mirë se ke kohë që del në televizor, e ke bërë privat, unë të them sukses. Po Robert, mos u merr me televizorët e tjerë, nëse ti e Roberti, mos u merr në televizorët e Meksit, të Ylli, Rakipit, të tjerëve, sepse ata janë njerëz pa shkollë, ata janë shqipforës, Robert. Ti ke mësuar në Amerikë, është tjetër kulturë. Po unë po të them këtu, Robert, dhe mbaj mend. Kryetari i Bashkisë Erioni, po, është në burg. Po di fare mirë taktikën e Amerikës, Robert. Largohen në vendet më të sigurta. Sepse ai e mbarovi emisioni ti së treguari. Dhe e ka një dënim shumë të madh. Për ato që ka vjedhur, për ato që ka bërdëm, me dashje po pa dashje, i detyruar nga tjerët e ka thënë shumë gjëra. Edhe ju do t'i mirë vesh me gjy. I dashur Robert, gjithë ata gazetarë që janë në Shqipëri ti nje si mua, edhe më mirë, sepse kanë moshën tënde. Ata kanë shkatruar Shqipërinë. Ylli Rakipi me shok. Ata kanë shkatruar kombin e Shqipërisë. Ata janë bërë milioner, Robert. Ti ke në Amerikë, ke vite e vite, dhe nuk je në gjendje të kesh një shtëpi, Robert, sepse paga nuk janë aq të mëdha sa ti të përparosh. Po si ka mundësi, Robert, të po drejtohem ty, që je një djalë i zgjuar, ke moshën e dur, ti e di që e në Amerikë presidentët nuk kanë vila. Ti di fare mirë këto. Kurse këtu, shqipfolësit, anti-shqiptarët, me vila, me hotele. Ti e di fare mirë që është hapur televizori i një mjekër. Deri dje ishte me Berishën,
del në televizor se bashku me një nga Chicago dhe tregon pralla. Ata janë anti-shqiptarë, Robert. Ata me pasurit që brithin, që kishin makina, që i di fare mirë çrella, nuk i kanë me. Me njërë vajtua muar. Se i kishin me parat e shqiptarëve. Pra, Robert, me qenë se ti ke dërguar, mund të shoh prapë e njëra të? Robert. Kjo është puna, Robert. A i shëndoshe mirë dhe shqiptarëve po dhe them, të dashur shqiptarë, mos gjoni televizoret kur thonë që ky do lirohet Ilir Meta, asë njëherë. Edhe i zvenc kryeministri që ka qenë, shumë shpejt do të keni brenda. Të dashur shqiptarë, minutën do arestohet. Spaku nuk shkrihet po mos u arestuan. A i zotnia do t'i arestoj. Nuk ka lidhje me. Ti 11 prokurorët Kelepeja, po i them përsëri sot, Leri, Spakut dhe mos e ngacmoni, lajmëroj gjyqtarët t'japën dënimin e merituar për njerëzit. U shoh dhe një tjetër thot të gjithë në burg. Nuk po e shoh atë. Ka mundësi edhe njërë? Noterio Velista, atë që thot të gjithë burg, Angela që a i quajnë atë zonja, zotnia, e njërë të Robertit, pjesën Robertit komplet. Oke, të gjithë në burg, dënim popullor. Profesor, të shpëtoj kombi se populli ynë ka kohë që fletë. Angela, nëse je jashtë atë dheut, ti je një fare mirë. Jo të gjithë, po njerëzit dofta e kanë marrë me shaka, apo e përbuzën, se nuk do hynë burg. Angela, unë po e them, janë 1840 deputet për 35 vjetë që kanë shkatruar kombin tonë. Pasurit e tyre do t'jenë të shqiptarëve. Në burg, ti thua gjyq popullor. Shqiptarët e din vetë. Ti shojnë me sy, ti pështynë, e t'u bjenë me domate. Ti shojnë se që kanë bërë. Unë s'dua Allah vrasje, në asë një mënyrë, sepse këta kërkojnë këto ditë që të bëjnë një 97 tjetër, po jo s'ka 97. Shqiptarët mjarë janë vrarë, janë coptuarë. Mja janë vrarë 6.500 veta janë vrarë vetëm për pasurit që nuk i kanë marrë. Në hasmëri kanë hyrë me tjetër. Mja u vranë 5.000 veta në 97 të dashur shqiptarë. Mja u vranë në Gërdec, u hodhë bomba, u vranë fëmijë dhe gjyqja akoma s'është bërë. Apo jo gjyqtarë? A here? Çfarë do t'i thoni shqiptarëve që fatmirë e linit e lirë? Nuk vinë në Amerikanët, apo unë të uve kyqat. Po ku do që të venë? Ju do dënojni, gjyqtarë, që po i lini gjyqet, i shtyni çdo muaj, çdo ditë. Pra, çdo gjë që është ngritur në këtë tokë, i takojnë shqiptarëve. Dhe po e themi njerë hapur dashur shqiptarë, nuk do ketë këmbë të huaj që të ketë pasuri në tokën e shqiptarëve. Dhe gjithë minierat që i ka marë Turku, kush i ka marë, që i ka shitur Rumania, patru pasuri, merë minierat e Bulqizës dhe ashet Turkut e ka ikur. Mane ktheu prap, s'ke ku vete, prap do vesh në fisë që ke qenë. Dalë çdo gjë këtu, dele edhe i peshku ze bërtet, kam bërë pasuri, ku jeti pasurit ai, edhe mbrëm ka qenë në televizorin e Yllit, Rakipit. Edhe tha, Pilinçi do bëbej ministër i komunalës. Dhe jo, ke patur vërtet një bab të mirë. Po jo mo zot di ku i gjete ti vaporët.
Ku jete ti pasurit që ti s'kishe brek deri dje? Dhe zinje e mbroje në hylli Rakipi, e mbroje e manen, është tregtar i mirë. Po ti kenë në Amerikë shqiptarë që janë me universitet, kanë mbaruar shkollën, janë tregtar, po s'kanë më tepër se një restoran nuk bindot. Nuk kanë vilë, po kanë një shtëpi me 4 dhoma. Nga u jetë ti i zgjuar, që hyp maj kuajve dhe ze bërtet, je bërë më keq se Ilir Meta. Hyp në përmuret, e ke bërë në Elbasan, fytyrat e marksistëve i ke vënë atje. E delën në televizor. E thua jam pasuri, ku jetë ti pasurit? Ku jetë ti në Maliq? E ka tjetër kush atë tokën. Unë që jam këtu, e kam atë tokën. Vetëm në çdo vend, Librash, kudo, Elbasan, dhe ngre kudo, dhe del. Edhe për tisin në televizor, jo, u erdhi fundi. Vjedhe që i keni bërë, do t'i lini. Ke pasurin tënde, në malësi, ta gëzosh. Ajo është pasuria e gjushit tëndë. Pra, të dashur shqiptar, të ronditet qeveria, u shoh këtu dhe presidentin e Amerikës, që s'duhet t'i ishte, u shoh këtu i e vjas vetëm për qytetin e New Yorkut, edhe sa bukën e pas kanë vënë pas Edi Ramës, për këtë dashur shqiptar është dënuar Edi Rama në Amerikë. Për këtë është non grata. Si Edi Rama janë shumë non grata të dashur shqiptar. Pra unë shoh dhe djalin e ri, aktorin, piktorin, që desh të beshe kryetari i bashkisë. Ai dofta më dëgjon, ti je djali i ri, je intelektual, i ke bërë njerëzit që të qeshën se s'kan qa ben tjetër, e në kohën e komunizmit, dilin benin shfaqe duke vjedhur domate e presha. Edhe njerëzit s'dinin qa të benin. Ti e djali i ri, mund të përparosh, po mos u merr me partit e Fatmirit, me partit që janë grumbulluar njëra me tjetër. Ti të vi koha e bashkisë po që i Zoti, ti je gati të besh jo vetëm kryetar i bashkisë, po mund të besh ministër, mund të besh ambasador, sepse ne kemi shpresat ke ju të rinj. Nuk na intereson qa familje ke patur, qa punë ka bërë baba jote. I çfarë? Mi intereson inteligjenca tënde. Pra, unë shoh këtu në fotografi një avokat, unë shoh gjyqtari që është vrarë për Ahmet, femine, ngushëllime i familjes, por çdo gjë do dalë e vërtet. Do dalë e vërtet çdo gjë. Pra, qeveria të dashur shqiptar në krye Edi Ramën, në krye dy partitë, se këto i ka patur për 35 vjet, i kanë lënë gjyqtarët pa roje, pa polica, hyn kush doj, ben së doj, do me thënë, vetë e tregoni dashur shqiptar kjo qeveri, se aty bëhen pazare. S'ka nevojë të jetë policë për mbrojtje, që njihen njëri me tjetrin, njihet avokati me avokatin. Pra, janë njerëz që bëjnë pazare. Pra, dashur shqiptar, i shoh gjërat këtu, u thash, do me thënë je vjasësh në burg, po unë shoh dhe majore në New Yorkut, Ahmorikut. Ai ka qenë polic, erdhi këtu, ai tashi do thot në Amerikë sa para mori nga Edi Rama, kush e pagovi udhëtimin e tij, se nuk e paguan taksat e New Yorkut që ai të vi këtu, se ishte pa urdhër. Ai po të ishte i dërguar i Amerikës, se janë mësuar në Shqipëri që po të vi një i dërguar, bëhet nami këtu, zotnin. Ai i dërguari që vjen ambasada e pret në aeroport. Këtu vinë sepse këtu janë parat dashur shqiptar.
të gjithë Evropën, Ballkanin, parat janë këtu, që vjedhën. Kushdo që vjen për të marrë valigje. Por aman, ai që i vjedh parat shqiptarëve i ngelet mu në fyt. Unë nuk kam thënë të dashur shqiptar, Pilinçi, është dikushi, ta din ta dëgjojnë një herë mirë, disa të quajtur avokat, si një farë zaçe, që del për ditë në televizor, 2 herë në ditë, kanë hapur një stacion 5 pyetje. 5 pyetje janë dashur shqiptar, atë ka Ilir Babameto. Ai, një anti-shqiptar, i merr njerëzit për të hedhë vrerë për Shqipërinë, një farë zaçe, një cop ignorant, një kapter i envejt, edhe sot shtëpia e tij është ku e dha Ministria e Brendshme. Pra njerëz si këta, që gumshitën dhe zenë bërtasin dhe të rrasin që kundra komunizmit, ata janë më komunist se komunist dashur shqiptar. Por u erdhi fundi, të gjitha që janë me diploma falso, Gjoja jurist, Gjoja avokat, Gjoja gjyktar, çdo gjë do dali në shesh. Çdo gjë do dali e vërteta dashur shqiptar, se këta u kanë thallur ju. Me këta, unë i them Ilir Babametos, zotni, ke hapur në televizor raport të vetë, në televizorin e Italianit, Italiani para se të bëhet qeveria, me mirë tiki. Se në tokën e Shqipërisë ai nuk mund të marrë tokën e të tjerëve dhe të hapi televizor e të bëj propagandë anti-amerikane. Si Ilir Babameto ka hapur në YouTube e thot 5 pyetje. Dhe po t'i shikosh të gjitha këto bashkëdhetar shqiptar, të gjitha janë kundër Amerikës. Unë po them këtyre, si Babameto me shok. Unë jam profesor Pilinçi. Unë jam shqiptar, më shqiptar se ju. Kur